7 efektiv të forcave speciale Renea janë transferuar pas një motivacion, ndërsa 2 prej tyre janë praktikantë të besimit musliman. Një paradoks tjetër është se mes të larguarve janë edhe disa efektiv, të cilët ishin caktuar për ruajtjen e sigurisë fizike të kryeministrit Rama gjatë vizitës në Beograd më datë 10 nëntor të vitit kaluar. Po pse janë transferuar këta punonjës? Sipas pretendimeve të ish efektivëve të Reneas, largimet janë bërë vetëm mbi baza politike, duke akuzuar për largimin e tyre drejtorin e përgjithshëm Artan Didi. Në rregulloren e brendshme të repartit Renea theksohet se vetmja mënyrë për t'u emëruar ose për t'u transferuar është testimi. A janë transferuar nëpërmjet testimit 7 efektivët e Reneas? Më keq akoma, në rastin konkret të 7 efektivët janë lëvizur nga detyra 3 ditë përpara testit vjetor, çka përbën një shkelje ligjore. Ora News ka arritur të sigurojë kërkesën zyrtare të kryepolicit Didi drejtuar efektive të transferuar, ndërsa nga ana tjetër, zyra për shtyp pranë drejtorisë së përgjithshme në Policinë e Shtetit shprehet se transferimet janë bërë për nevoja pune dhe nuk ka asnjë prapavi politike ose fetare. Të gjithë larguarit nga reparti Renea kanë vite të tëra që shërbejnë në Policinë e Shtetit dhe kanë qenë të vlerësuar dhe certifikuar nga ICITAT dhe OSBE në vende si Amerikë, Angli, Gjermani, Francë e të tjerë, duke arritur edhe pikët maksimale në këto testime. 7 ish efektivët e repartit do të përballen në gjyq me drejtorin Artan Didi për të rivendosur në vend dinjitetin e tyre, duke kërkuar dëmshpërblimin moral dhe monetar për vitet e tëra që kanë shërbyer në Policinë e Shtetit.